Përshëndetje të gjithëve. Sot do ndaj me ju një recetë të veçantë për qofte me karrota dhe presh. Janë perfekte për një vakt të shijshëm dhe të shëndetshëm. Kam bërë gati përbërësit, fillojmë nga puna. Për të thjeshtuar punën, unë do përdor një grirës perimesh. Këtu kam 2 presha, i presim në formë rrethore. Po në të njëjtën formë do presim edhe 2 karrota. Edhe karrotat i prem, si i kemi vendosim në një grirës perimesh për t'i grimcuar në pjesë më të vogla. Kemi gati, i vendosim në një tikan të thellë, duke i shtuar pak vaj ulliri dhe i bëjmë një skuqje të plotë derisa të largohen plotësisht lëngjet. Për 10 minuta i kemi gati, i largojmë nga zjarri dhe i vendosim në një tas. I hapim që të ftohen pak, po tek i njëjti grirës perimesh, grimi tuftë të mirë me majdanos, 4-5 thelpinj hudhër, varet nga madhësia e hudrave. I grimcojmë edhe këto në pjesë të vogla, i bashkojmë me karrotat edhe me preshat. Kemi 400 grame mish të grirë, një lugë të çajit me krip, shtojmë pak piper të zi, shtoj këtë miksin e erëzave, dhe erës të fundit unë i shtoj rigonin. Sigurisht që erëzat në qofte janë opsionale, mund t'i shtoni edhe erëzat të tjera nëse dëshironi. I shtuam një vezë, unë sot nuk kisha galet, ndaj po përdor miell semolina. Edhe mielli semolin i thith plotësisht lëngjet, por jo miell të bardhë të zakonshëm. I përziej mirë, duke parë konsistencën e brumit dhe duke vepruar. Nëse na duhet më miell, i shtojmë sërish miell. Brumi i qofteve është i duhuri. Në zjarr vendosim tikanin me vaj ulliri. Fare mirë këto qofte mund t'i bëni edhe të pjekura, por mua më pëlqejnë të skuqura. Formojmë qofte duke i zhitur sërish në miell semolina. Si u thash edhe më parë, mund të përdorni edhe bukën e thatë të bluar. I skuqim qoftet nga të dyja anët dhe më pas i vendosim në një pjatë në të cilën unë kam shtruar edhe letër për të thithur yndyrnën e tepërt. Kthejmë nga ana tjetër. Zjarri i qofteve nuk duhet jetë as shumë i lartë, por as i ulët. Qoftet skuqen në zjarr mesatar. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjithë pjesën e qofteve. Përgatitim edhe një salsë që t'i shoqërojmë këto qofte, pak ketchup me sy po e përgatisëm këtë salsën. Shtojmë një lugë të gjellës gati me uthull balsamike. Shtojmë majonez, i vejmë një përzierje të mirë. Nëse e shikoni që ka nevojë për krip, mund t'i shtoni edhe krip. I shtojmë piper të zi. Unë do t'a bëj pak pikante këtë salsë, duke i shtuar edhe disa fara speci djegës. Sigurisht, nëse nuk i përdorni djegëset, mund t'a reduktoni. Dhe ja si duken qoftet e përgatitura. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer receta. Mos harroni të më tregoni nëse e provoni këtë recetë. Ju uroj një ditë plot shije dhe buzëqeshje. Me dashuri nga kuzhina ime për ju.